Shkojmë tani tek lajmi I radhës. E nisim me titullin që thot konkretisht që AI më I fuqishëm se shumica e hakerave njerëzor. Dhe dini për sa para? Vetëm për 15 euro. Një agent inteligjencës artificiale, vetë fjalë pikërisht për këtë, ka treguar aftësi të jashtëzakonshme në testimin e sigurisë kibernetike duke te kaluar shumicën e hakerave njerëzor. Studimi është realizuar nga Universiteti Stanfordit dhe ka përfshirë një agent ndjes të inteligjencës artificiale të quajtur Artemis. Nuk e dim në është roboti I Teslës ky në këtë rast, megjithatë dhe në pjesëmarrje nuk ishte vetëm Artemis patjetër, po ishin edhe 6 agent të tjerë të inteligjencës artificiale dhe 10 testues njerëzor, të cilët analizuan rreth 8.000 pajisje të rrjetit të universitetit. Eksperimentet u fokusuan në zbulimin e dobësive të sigurisë gjatë një periudhe prej 16 orësh, por performanca u vlerësua mbi bazën e 10 orëve të para. Tani për çfarë bëhet fjalë dhe çfarë ka bërë konkretisht Artemis? Ka arritur të identifikojë 9 dobësi të rëndësishme dhe 82% e raporteve të bëra nga ky agent I inteligjencës artificiale u vlerësuan si të sakta duke u renditur të dytat në krahasim me testuesit njerëzor. Suksesi lidhet me aftësinë për të krijuar 9 agent që analizojnë paralelisht dobësitë e identifikuara, diçka që njerëzit nuk mund ta bëjnë. Kostoja e funksionimit të Artemis është vetëm $18 në orë ose ndryshe rreth 15 euro, shumë më e ulët se tarifat e testuesve profesional të cilët paguhen mesatarisht $60 në orë, pra kursehet mjaftueshëm. Megjithatë, duhet thënë që Artemis patjetër nuk është I përsosur, ashtu sikurse nuk jemi as ne, kështu që nuk mund ta kërkojmë edhe nga inteligjenca artificiale që është e krijuar nga njeriu. Disa dobësi I kanë shpëtuar në këtë testim 16 orësh dhe në disa raste të tjera ka kërkuar edhe sugjerime dhe ndihmë për t'i zbuluar ato. Agentët e tjerë të bërë nga kompanitë si OpenAI apo Anthropic kanë performuar shumë më dobët, duke treguar se aktualisht nuk janë të specializuar për sigurinë kibernetike. Studimi thekson gjithashtu se përdorimi I agentëve autonom të inteligjencës artificiale nga aktor keqdashës mund të rritet nga viti 2026 duke automatizuar dhe shkallëzuar sulmet kibernetike. Kjo hap një kapitull të ri patjetër në betejën mes inteligjencës artificiale dhe sigurisë digjitale, ku teknologjia patjetër që ofron mundësi të reja, por edhe sfida serioze për mbrojtjen e të dhënave dhe sistemeve informatike. Megjithatë, ajo çfarë dim të themi është se me agjentët e sigurisë të prodhuar nga inteligjenca artificiale, kostoja është shumë e ulët dhe saktësia shumë më e lartë. Jo, kjo nuk është as pak reklam për t'i promovuar akoma më shumë, po megjithatë ne jemi duke jetuar me zhvillimet e inteligjencës artificiale, kështu që duam apo s'duam, do t'i pranojmë dhe do fillojmë të bashkëveprojmë me to. Kjo është mënyra e vetme, të përshtatemi dhe të bashkëveprojmë. Ndërkohë që tani do të shkojmë tek InfoKlabi, është një nga rubrikat e mia të preferuara, po kam përshtypjen edhe shumë prej juve, sepse gjithmonë na sjell informacione interesante. Do të kuptojmë si vdesin qelizat e trurit, konkretisht në rastin kur dikush vuan nga Alzheimer. Dhe mëtej do të dalemi edhe tek një specie që është shumë e bukur, bëhet fjalë për fluturat, megjithatë nuk janë thjesht të bukura, janë edhe një dobi e madhe për ekosistemin. Dhe dini çfarë, fluturat mund fluturojnë edhe përtej oqeanit. Janë gjetur gjurmët e tyre dhe janë studiuar dhe këto të dhëna na vinë pikërisht në rubrikën InfoKlab. Ndjekim së bashku.